Tjetër, unë bëj ftesë gjithë qytetarëve të Kosovës që të dalin të protestojnë. Në fakt, njëherë se protestat dhe grevat Zojnë dy OEQ, kolektivi për mendim dhe veprim feminist dhe organizata përpjekja kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike për 21%. Do të dalë BSPK-ja pra në protest? Po, kjo është kërkesë që unë mendoj se do të gjithë dalim. Do të thotë këtu nuk, sepse kjo e prek, do të thotë gjepin e çdo qytetari të Kosovës. Më thash edhe një herë, ne fillimisht duhet shohim për të drejtat e punëtorëve, do të thotë partnerët social të shohin për drejtat e të punësuarve më vonë të shkojë për ngritje të patjetër unë bëj ftesë gjithë qytetarëve të Kosovës që të dalin të protestojnë. Në fakt, njëherë se protestat dhe grevat janë faza e fundit që ne i ndërmarrim mirë, po kur s'ke dalje tjetër, domethënë ne jemi domethënë i zgjedhëm edhe këto forma të protestës dhe grevës. Unë ju falenderoj shumë që u lidhët drejt për drejt dhe ndatë perspektivat tuaja me ne. Faleminderit edhe për juve, gjithashtu ju faleminderit se nisni gjithmonë shpërndani informacione të sakta dhe drejtat e publiku dhe qytetarit i Kosovës. Kënaqësi shumë për ne. Faleminderit shumë zoti Ykolli.